Organizata Alternative Studentore në bashkëpunim me Universitetin Luiç Gurakuçi, Spitalin Rajonal Shkodër dhe Operatorin e Kujdesit Shëndetësor organizoi një seancë të posaçme dhurimi gjaku në mbështetje të Bankës së Gjakut të Spitalit Rajonal Shkodër. Kjo nismë humanitare ka për qëllim të ndihmojë pacientët që kanë nevojë për gjak, të promovojnë ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e dhurimit vullnetar dhe të krijojë një frymë solidariteti e përgjegjësie qytetare brenda komunitetit universitar dhe megjër. Kjo nuk është hera e parë që bëjmë dhurim. Automatikisht nuk do të jetë as hera fundit. Ne kena marrë një nisëm që paktën që nga 2 mesi nisi, bëjmë dhurime sporadike dhe tash tutje do jenë vetëm në Spitalin Rajonal Shkodër. Të pas parasysh numrin e madh të aksidenteve, patologjive të ndryshme kirurgjikale, patologjive të ndryshme gastrointestinale që kanë nevojë të mëdha për gjak dhe që aktualisht mbulohen vetëm me dhurimin vullnetar. Ky është një eveniment i rëndësishëm për cilin ka nevojë domethënë Spitali Rajonal i Shkodrës dhe për këtë përgëzojmë organizatorët, përgëzojmë të këta 3 që kanë ardhur për me dhuru gjak. Banka e Gjakut në Shkodër është në bashkëpunim të vazhdueshëm me institucionet e qytetarët për të siguruar sa më shumë njësi gjaku të cilat janë mjaft të nevojshme për operacionet e ndryshme apo edhe për fëmijët talasemik.